le të flasim pak për marrëdhëniet njerëzore, ose për ato marrëdhënie ku njerëzit vendosin që të largohen nga jeta jonë. Për ato marrëdhënie, të cilat në thelb na dhëmbin. Pra, nëse ne kemi një shok, një mik, një bashkëshort, një familjar, vllai, motra e tjerë, të cilat në një afat kohor vendosin që të largohen nga jeta jonë, është krejt normale. Dhe sot do ndalem pikërisht në pikpamjen spirituale se çfarë janë dhe pse na ndodhin. Largimi i njerëzve nga jeta jonë është përvoja më e dhimbshme, por në spiritualitet asgjë nuk është rastësi. Pra, sipas spiritualitetit, të gjithë kemi një kontratë me një afat skadence, në të cilën çdo njeri që hyn apo del nga jeta jonë ka një mision specifik. Dhe sot duhet të ndalem në 5 pika pse ndodhin këto marrëdhënie. 1. Përfundimi i kontratave. Në spiritualitet besohet se secili njeri në jetën tonë ka një kontratë dhe një mision të caktuar, dhe kur e marrim mësimin siç është durimi, dashuria për veten apo falja, ai njeri e përfundon kontratën dhe këtu përfundon edhe misioni i tij. Pra, kur mësimi është nxjerr, të gjitha marrëdhëniet fillojnë të shpërbëhet. Ajo energji e cila dikur i bashkonte, sot nuk është e nevojshme që t'i bashkojë më, sepse secili merr drejtimin e tij apo të saj. Dhe rrugët ndahen natyrshëm. 2. Dallimi dhe frekuencat energjetike. Sipas ligjit të vibracionit, pra ligjit të dridhjes, ne tërheqim njerëz të cilët janë në të njëjtën energji me ne. Nëse ti punon me veten, pra ti fillon të shërosh veten tënde dhe të rritesh shpirtërisht, frekuenca jote është rritur. Dhe nëse personi tjetër qëndron në të njëjtin vend, krijohet një shkëputje energjetike. Dhe thjesht ju nuk mund të qëndroni në të njëjtën hapësirë, sepse nuk rezononi më me këta persona. 3. Ruajtja e misionit tënd. Pra, universi ose energjia e jetës në mënyrë automatike për të na mbrojtur vendos që të largojë disa njerëz nga jeta jonë. Dhe gjithmonë, nëse një person po të pengon, nuk të lejon që të jesh versioni më i mirë, ose po të thith energji, vetë jeta, vetë krijuesi ose vetë energjia jetësore vendos që këto persona të shkëputen nga jeta jote. Edhe nëse ti nuk je gati që ta lëshosh, është vetvetiut një ndërhyrje hyjnore e cila e bën për ty për të mbrojtur, për të rritur në energji dhe për të lejuar që i gjithë potenciali yt të dalë në sipërfaqe. 4. Nevoja për hapësirë. Ekziston një ligj i cili thotë jeta e urren vakumin. Dhe që të vi diçka e re, një miqësi e re, një partner i ri, një hapësirë e re, një mundësi e re, universi në jetën tënde krijon hapësirë. Dhe nëse jeta jote është mbushur me njerëz të cilët nuk të japin më rritje dhe nuk e ke më nevojë tënde që të rritesh bashkë me ta, universi vendos që të sjellë njerëz të ri që të shërbejnë për rritjen tënde. 5. Pasqyrimi i ciklit të jetës. Natyra na mëson se gjithçka ka ciklin e vet, pra lindja, rritja, lulëzimi dhe vdekja. Edhe marrëdhëniet njerëzore i binden këtij cikli, pra disa njerëz vinë në jetën tonë për të na ndihmuar në disa vështirësi. Disa njerëz janë vetëm për një stin, disa për një vit dhe janë shumë të pakët ata të cilët do qëndrojnë gjithë jetën. Të mësosh të pranosh fundin e një cikli është mençuria më e lartë shpirtërore. Nëse dikush ka vendosur të largohet nga jeta jote, lëre të lirë. Mund të përdorësh edhe këtë mantër. Pra vendos dorën në krahëror dhe i thua: unë të falenderoj për mësimin, të jam mirënjohës, të lë të lirë dhe të mbush me dashuri. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Dhe më thuaj nëse ka ndonjë person në jetën tënde i cili ka vendosur të largohet së fundmi dhe do të shkruaj se cili është mësimi që ti mor.